Andaj o vëllezër, edhe në brenda këtyre ditëve që jetojmë në ditët e fushatës, kush të fiton, kush të humbet, prekupoje me veten tënde, o vallahu im, se kush të fiton ditën kur do të del para të Madhit Allah. Kush do të humbon ditën kur do të del para Zotit të Madh xhallahu ala. Dhe dijeni se kjo është edhe roli i hoxhallarëve, që t'i shpjegojnë terminologji, t'i shpjegojnë të vërtetat dhe realitetet e fjalëve dhe terminologjive. Allahu tebareke ve teala thot në Kur'an: "Faman zuhziha 'anil nar, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." E kush manget, ya Allah, e kush manget për zjarit të xhenemit, kush manget për zjarit të xhenemit, o vëllezër e mi, vallahi bilaj xheneti, në qoftë se nuk ka kënaqësi tjetër, pos që kimi shpëtu për zjarit të xhenemit, vallahi meriton të jetë lumturi e madhe. Thot Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu: "Walau anna ahla an-nar najaw minha lahdatan wahidatan lakana dhalika ahabbu ilayhim min mulki ad-dunya wa ma fiha." Thot Imam Hasan al-Basri, dëgjoj vallahi, në qoftë se banorët e zjarit të xhenemit do të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit vetëm një moment, por ata ai moment është më i dashur se mbretëria e dunjas dhe çka kanë të lartë. Por ne që inshallah Zoti do të fitojmë, do të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit për gjithmonë e vëllezër. Çfarë mbretërie, çfarë pushteti, çfarë autoriteti na paska dhënë Allahu i Madh te bareke ve teala. Në qoftë se një njeri një moment të shpëton nga zjarri i xhenemit, ama me veç një moment, pak frymë të mend nga trishtimi i xhenemit, thotë është më e mirë se dynjaja dhe çka ka brenda. Pa të që do të shpëtojnë për gjithmonë. Andaj edhe Allahu te bareke ve teala në këtë ajet thotë: "Faman zuhziha 'anil nar", kush ikën për xhenemin, kush shpëton për zjarrit të xhenemit, wa udkhila al-janna, dhe hija në xhenet. Çka ja Rabbi? Faqad faz, ata kanë fituar me fitoren e madhe. Kjo është pasha mbretërinë e Zotit xhallahu ala, fitoria e madhe për një njeri i cili fiton tek Allahu xhallahu ala.